Gjë nga parashtrimi juaj, në fakt më lindën disa pyetje që në fakt do ju drejtoj juve si palë, por janë të ftuar edhe palë të tjera kur të marrin fjalën, ndoshta mund të cekin ndonjë nga këto element, se më duket se janë të rëndësishëm për zgjidhjen e këtij rasti. Atëherë, u tha se cënohet veprimtaria e Këshillit të Ministrave nga masa ndaluese e vendosur nga gjykata e posaçme. Pyetja që shtroj unë është, po marrja e masave shtrënguese, a e cënon veprimtarinë e Këshillit të Ministrave? Për shembull, çfarë ndodh me masën e sigurimit ndalimi daljes jashtë shtetit, apo detyrimi për të qëndruar në një vend të caktuar, apo detyrimi për të mos shkuar në një vend të caktuar, si masa shtrënguese këto më të buta se sa arresti në shtëpi apo arresti në burg. Mendoni që kanë nevojë për të bërë ndonjë lloj diskutimi lidhur me këtë? Faleminderit, nderuar. Në fakt, ne edhe në parashtrimet tona, nëse do ta konstatonim një gjë të tillë, do ta kishim shkruar edhe për pjesën e ndalimit të pasaportës së zënës kryeministres, por e kemi quajtur si një garanci personale e saj, jo për ushtrimin e funksionit të anëtarit të Këshillit të Ministrave dhe jo të funksionimit të degës përkatëse që është Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë në propozimin e akteve. Pra ajo që ne jemi limituar është vetëm në garancitë kushtetuese të funksionimit të Këshillit të Ministrave, sepse siç tham kemi cënim të kompetencave të Këshillit të Ministrave, jo për pjesën personale të zënës kryeministrit dhe Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë. Faleminderit. Gjithmonë nëse do të shtoj diçka kuvendi është besoj e lirë, nëse jeni dakord se keni diçka tjetër për të shtruar. Pyetja tjetër ose më saktë diskutimi tjetër që shtrohet është për të ushtruar kompetencat ministri apo zëvendës kryeministri. A duhet gëzoj lidhur me këtë që thatë? A duhet gëzoj liri të plot lëvizje për shkak të dinamikës që nuk kupton ushtrimi i kësaj detyre shtetërore, i cili kulmon me nënshkrimin e shkresave siç thatë ju propozimeve. Pra, shtrohet pyetja, a përbën pengim vetëm pamundësia për të nënshkruar akte, apo edhe pamundësia apo vështirësia për të konstatuar fakte me rëndësi për ushtrimin e detyrës, nëse do të ishte rasti i tillë që lidhen për shkakun me aftësinë për të shkuar qoftë edhe jashtë shtetit që përmendëm. Sepse mund të ketë dinamika të tilla në fushën e veprimtarisë së ministrit që e ka të nevojshme, po themi, që përpara se të propozojë një akt të kryejë lëvizje. Faleminderit, nderuar. Për sa i përket pyetjes tuaj, në fakt ka gjetur zgjidhje tek vendimi i gjykatës kushtetuese të vitit 2024, kushtë në atë çështje në gjykim ka qenë të disa palë që kanë bërë ankim, kanë qenë një pjesë e deputetëve e cila nuk është legjitimuar, pikërisht për të njëjtën arsye që deputeti në momentin që i ndaloi udhëtimi jashtë shtetit të cënoi liria e ushtrimit të detyrës së tij. Ndërkohë, qëndrimi që ka mbajtur gjykata kushtetuese është që kjo duhet të ushtrohet nëpërmjet aktit individual përpara gjykatës kushtetuese, jo nëpërmjet një të pesës së deputetit. E njëjta analogji vlen edhe në rastin tjetër, pra duhet të jetë një ankim individual për sa i përket ndalimit të udhëtimit jashtë shtetit dhe nuk legjitimohet sipas praktikës gjykatës kushtetuese, Këshilli i Ministrave ose kryeministri që ta ngrihen përpara gjykatës këtë fakt. Faleminderit. Okej. A keni identifikuar në rrafsh krahasues kushtetues, për shembull, në raport me legjislacionin dhe praktikën gjyqësore në Itali, meqense kodin tonë procedurës penale dhe dispozitën përkatëse duket sikur e kemi huazuar të paktën në 60%, se aty ka edhe një paragraf tjetër kodi procedurës penale italian, si zbatohet në Itali në rastin e ministrave masa ndaluese e pezullimit të ushtrimit të detyrës? Çfarë thuhet në legjislacionet e vendit nga kemi huazuar në këtë normë? Në Itali, në fakt, kushtetuta e cila ne kemi huazuar parashikon ende garancit për marrjen e autorizimit nga kuvendi për sa i përket fillimit të hetimeve. Pra, është si kurse ka qenë kushtetuta jonë në vitin 2012 kur ka pasur ndryshimet e mëparshme. Pra, garancia që duhet të ketë fillimi i hetimeve për një anëtar deputet ose ministër duhet të jetë që në momentin e fillimit të hetimeve të kërkohet autorizim. Masat e sigurisë nuk mund të merren gjithsesi. Faleminderit. Okej. Imuniteti i ministrit, shtrohet pyetja, a mund të nxirret nga një normë me ulet, në fakt u përmend edhe nga relatori, a mund të nxirret nga një normë me ulet se kushtetuta, apo përfshin vetëm aq sa kushtetuta njeh për deputetin? Në këtë prizëm, parashikimi i kodit procedurës penale për të ndaluar vendosjen e masës ndaluese të pezullimit ndaj të zgjedhurve pra, a mos lidhet me parashikimin kushtetues se mbrohet vetëm pushteti legjislativ nga ky parashikim, si pushteti nga i cili buron edhe vetë ekzekutivi. Kujtoj këtu një paragraf i parë të kushtetutës që thotë që Republika e Shqipërisë është republikë parlamentare.
Faleminderit për pyetjen e nderuar. Në fakt, neni 242 nuk mbron vetëm të zgjedhurit e pushtetit legislativ, por mbron dhe ata të zgjedhurit vendor. Pra, nuk është besoj i sakt krahasimi që vendosët që është vetëm për të zgjedhurit e legislativit, sepse janë dhe të zgjedhurit e bashkive që përfitojnë nga njëjta normë. Që do me thënë, kushtetuta, në momentin që ka vendosur barazim ndërmjet imunitetit të ministrit dhe të deputetit, nuk mundet që një normë më e ulët të vendosë një diferencë ndërmjet këtyre dy imuniteteve. Pra, të thotë një normë që është Kodi i Procedurës Penale i vitit 95, që imunitetin ministri do të ketë, kërkoj ndjes, deputeti do ta ketë më të shtuar edhe për këto raste. Faleminderit. Pra, ju po thoni që norma me ullët mundet ta zgjerojë imunitetin që jep kushtetuta? Po them të kundërtën që nuk mundet ta zgjerojë imunitetin që jep kushtetuta. Për sa kohë kushtetuta ka parashikuar imunitetin e deputetit, sikurse e përmendëm, të njëjtin imunitet gëzon edhe ministri sepse është e shkruar në kushtetutë. E drejtë. Vetëm për të saktuar pozicionin tuaj. Pra, kushtetuta nuk parashikon shprehimisht mos pezullimin e deputetit. Apo jo? Këtë e parashikon Kodi i Procedurës Penale. Kushtetuta e ka parashikuar që në momentin kur ka dalë Kodi i Procedurës Penale, unë e lexova e citova në 22 që është përthithur nga neni 73 sot i Kushtetutës, që thotë shprehimisht deputeti nuk mund të ndalohet në ushtrimin e detyrave të tij. Dhe kjo normë ka gjetur të njëjtin aplikim edhe në nenin 73. Nëse lexojmë pikën 2 të nenin 73, gjejmë që dhe deputeti nuk mund të kufizohet në liritë e tij. Dhe liritë e tij jo personale, ne trajtuam. Nuk është e rëndësishme liria personale në vetvete, por është e rëndësishme liria personale për të ushtruar funksionin. Edhe një të fundit, sepse ju bët në fjalën tuaj bët parashtrimin e konsideroni shkarkim de facto pezullimin nga detyrat të zëvendësve kryeministrit dhe ministrit në kuadër të një procedimi penal. Pyetja që kam unë është në këtë kontekst, në drejtim parimit të ndarjes dhe balancimit midis pushteteve, a mendoni se ka vend për të bërë një dallim midis pozitës kryeministrit, i cili si institucion kushtetues origjinon përbërjen e Këshillit të Ministrave, i cili në këtë linjë mund të argumentohet se është e pamundur që të pezullohet për çfarë do lloj arsye, me atë të anëtarëve të Këshillit të Ministrave, të cilët janë të zëvendësueshëm pa shkaktuar pasojat që parashikon kushtetuta në 104 apo 105 të saj. Faleminderit, nderuar. Në fakt ne në gjykatë kushtetuese pikërisht për këtë jemi drejtuar. Pra, a është duke i shtrënguar dora kryeministrit që të shkarkojë një anëtar të Këshillit të Ministrave nëpërmjet vendosjes së kësaj norme. Pra pyetja është, a duhet kryeministri tani të jetë i detyruar që të shkarkojë një ministër sepse është marrë një mas pezullimi, që ndoshta kjo mas pezullimi në apel mund të bie. Pra, duhet që kryeministri të jetë i detyruar të zëvendësojë, a mos po i shtrënguhet dora kryeministrit në kompetencat e tij kushtetuese? Faleminderit. Fjalën e ka gjyqtar Dent Ibrahimi për pyetje. Faleminderit zonja kryetare.